Gjykata e tenderëve ja ka dhënë edhe një mundësi një grupi biznesesh që ta fitojnë tenderin për t'i furnizuar me laptop 120 deputetët e legjislaturës së re, edhe pse këto kompani janë shpërblyer me kontratë nga kuvendi pa i plotësuar specifikat teknike. Të dy kompanitë fituan tenderin në vlerë 120.000 euro, pa treguar brendin dhe performancën e laptopëve me të cilët do të ofertonin. Kontrata që ju dha EGS dhe Patern u ankimua në organin shqyrtues të prokurimit nga kompania Aritech, që e pati ofertën e dytë më të lirë. Shqetësimin e kompanisë ankuese e konfirmoi raporti i ekspertit në OSHP, në të cilin thuhet se kuvendi veproi në kundërshtim me ligjin për prokurim. Specifikacionit teknik i dorëzuar nga grupi operatorëve së bashku me ofertën e tyre është vetëm kopja e printuar e aneksit një të ftesës për ofertim dhe si e tillë nuk është në pajtim me kërkesat obligative që rrjedhin nga kontrata kornizë. Nuk janë të definuar brendi dhe modeli, procesori, RAM memoria, kapaciteti i SSD-s, bateria dhe kapaciteti i saj e madje as madhësia e ekranit. Të gjitha këto tipare themelore për vlerësim të ofertave. Pas shqyrtimit të ankesës, paneli i OSHP-s vendosi që ta anuloj vendimin e kuvendit për dhënien e kontratës dhe ta kthej aktivitetin e prokurimit në rivlerësim, por i kërkoi kuvendit që gjatë rivlerësimit ta aplikojë nenin 72 të ligjit për prokurimin publik, për të kërkuar sqarime shtesë nga grupi i njëjti operatorëve se për çfarë produkti kishin ofertuar. Në kompaninë ankuese vlerësuan se OSHP-ja ja ka dhënë kuvendit dritën jeshile që ta shkel ligjin. Vlerësojmë se nuk mund të ketë një vendim të OSHP-s i cili obligon autoritetet kontraktuese të shkelin ligjin. OSHP-ja mund të jap vendim për anulim, por jo dhe të influencojë në asnjë mënyrë vendimet e autoritetit kontraktues gjatë procesit të rivlerësimit. Edhe hulumtuesi i çështjeve të prokurimit në organizatën Demokraci Plus, Ardit Dragusha, vlerëson se oferta që nuk përmban specifika teknike për mallin e ofruar duhet të refuzohet pa kërkuar informacione shtesë. Në rast se mungon specifikacioni teknik në ofertë, duhet refuzuar oferta pa kërkuar sqarime shtesë. Procesi mund të kthehet në rivlerësim ku vlerësohen edhe një herë të gjithë operatorët ekonomik që kanë dorëzuar oferta. E në grupin e bizneseve që patën fituar kontratë thanë se pas vendimit të OSHP-s do t'i ndjekin procedurat për ta mbrojtur ofertën dhe integritetin e procesit. Kemi dorëzuar specifikimin teknik të pajisjes së ofertuar në përputhje të plot me kërkesat e autoritetit kontraktues, si dhe një deklaratë të nënshkruar dhe të vullosur për përmbushjen e të gjitha specifikimeve të kërkuara në dosje. Për më tepër as autoriteti kontraktues nuk ka kërkuar ndonjë sqarim shtesë mbi këtë çështje gjatë fazës së vlerësimit. E në kuvend nuk janë përgjigjur se pse ju dha kontrata këtyre kompanive, por thanë se rivlerësimi do të bëhet konform ligjit. Rivlerësimi do të bëhet në pajtim me ligjin e prokurimit publik. Në këtë aktivitet të prokurimit janë dorëzuar oferta nga gjithsej 8 operatorë. E deputetët që do të furnizohen me laptop të rinj prej më shumë se një muaji nuk kanë arritur ta përmbyllin seancën konstituive.